Drejtori i Byros së Sigurisë Publike Aleksandër Janev u takua dje me udhëheqjen e të gjitha qyteteve ku do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Në takim u shqyrtua situata e sigurisë në terren, sfidat dhe aktivitetet që policia po ndërmerr në pritje të ditës së zgjedhjeve. Janev theksoi se detyrimi i policisë është i qartë, të sigurojë një proces zgjedhor paqësor, të sigurt dhe demokratik, duke marrë të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që qytetarët të mund të ushtrojnë lirisht të drejtën e tyre demokratike për të votuar, pa presion, frikë apo kërcënime. Në të njëjtën kohë, u theksua se nuk ka dhe nuk do të ketë tolerancë për asnjë veprim të paligjshëm dhe çdo përpjekje për të prishur procesin zgjedhor do të sankcionohet me një reagim të shpejtë, profesional dhe vendimtar të policisë. Ashtu si në raundin e parë zgjedhor, oficerët e policisë do të vendosen në mënyrë të përshtatshme pranë qendrave të votimit dhe në të gjitha vendet potencialisht të rrezikshme dhe aktivitetet e sigurisë do të përforcohen duke përdorur mjete teknike moderne, duke përfshirë mbikëqyrjen ajrore me dron, informon Ministria e Punëve të Brendshme.